Faleminderit. Faleminderit të nderuar gazetarë, të nderuar qytetarë që po na përcjellni. Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe kompetencat e mia kushtetuese si presidente e vendit, sapo ishin certifikuar zgjedhjet, kam ftuar seancën e parë të kuvendit të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Për shkak të mungesës së konsensusit në kuvend, jam angazhuar vazhdimisht me partitë politike që të gjendet rruga përpara për konstituimin e kuvendit. Fatkeqësisht ky proces zgjati shumë, duke ja humbur Kosovës gati një vit të tërë, me që vendi ynë nuk ishte kuvend funksional që nga dhjetori i vitit 2024. Pas konstituimit të kuvendit dhe me qëllim që mos të humbet as edhe një ditë e vetme, me njëherë të nesërmen, ndonë se ishte e shtun, kam mandatuar të propozuarin për kryeministër nga partia e parë, ashtu siç e kërkon kushtetuta. Pas dështimit të votimit të qeverisë me datën 26 tetor dhe dërgimit të vendimit të kuvendit në presidencë, kam ftuar partitë politike për konsultime lidhur me mandatarin tjetër, brenda afatit të përcaktuar me kushtetutë. Në atë takim, partia e parë ka deklaruar se synon të tentojë përsëri krijimin e qeverisë. Sikurse në atë takim, ashtu edhe në takimet e sotme që kam pasur me partitë e tjera të mëdha, më është bërë qartë se ato nuk do të sjellin emër tjetër për mandatar. Neni 95, paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, përcakton qartë se brenda 10 ditësh, Presidentja e Republikës emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë. Pra Kushtetuta nuk thot Presidentja mund të emëroj, por thot emëron kandidatin tjetër në rast se dështon i pari. Kushtetuta nuk i lë hapësirë dhe as diskrecion kreut të shtetit për mos emërim të kandidatit të dytë, atëherë kur ka një propozim të tillë. Përkundrazi, gjuha e përdorur në kushtetutë është obligative, pra e detyron presidentën e vendit që ta emëroj kandidatin e dytë. Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga praktika e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, e cila në aktgjykimin në rastin KO 103/14 rithekson se, po citoj, Neni 95, paragrafi 4 i Kushtetutës, kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Por e lë të hapur çështjen se cilës parti ose koalicion do t'i jepet mandati për të propozuar kandidatin për kryeministër. Pra diskrecioni i kreut të shtetit vjen në shprehje vetëm në rast se ka më shumë se një propozim. Në rast se më shumë se një parti kërkojnë që ta kenë mandatarin. Në rastin konkret, nuk kemi propozim tjetër nga një subjekt apo koalicion, përveç propozimit që ka ardhur nga partia e parë për të mandatuar zotin Glauk Konjusa. Rrjedhimisht sot, në përputhje me Kushtetutën, në përputhje me 3 aktgjykime të gjykatës kushtetuese, kam mandatuar zotin Glauk Konjusa kandidat tjetër për kryeministër, ashtu siç qartë e kërkon dhe përcakton edhe Neni 95.4, por edhe vet praktika e gjykatës kushtetuese. Mandatimi i zotit Konjusa është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër, të cilën gjykata kushtetuese ja ka dhënë presidentës në po të njëjtat aktgjykime. Respektivisht, përgjegjësinë që presidentja të ruajë stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Ky është një detyrim i përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Këto standarde gjykata i ka rikonfirmuar pastaj edhe në aktgjykimin KO 72/20. Njëherësh gjykata ka elaboruar dhe zgjeruar interpretimet e saj paraprake, duke përcaktuar parime teje të rëndësishme të cilat udhëheqin vendimarrjen e kreut të shtetit në rrethana të tilla. Kësaj kushtetuesja ka theksuar se qëllimi i hartuesve të kushtetutës ka qenë gjithnjë të përcaktoj 2 tentativa për formimin e qeverisë. Jo 1, por 2 tentativa. Ndaj ka përcaktuar se kur edhe herën e dytë nuk zgjedhet qeveria, atëherë shpallën zgjedhjet e parakohshme. Në përputhje pra me aktgjykimin 72/20. Për më tepër, sipas gjykatës kushtetuese, struktura e normave që ndërlidhen me themelimin e institucioneve shtetërore duhet të interpretohen në frymën pozitive, në frymë të krijimit dhe jetësimit të institucioneve, dhe jo në frymë të bllokimit të ushtrimit efektiv të
të funksioneve shtetërore. Prandaj si presidente, jam e obliguar që të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që burojnë nga kushtetuta t'i ushtroj në shërbim të themelimit dhe mbarbavajtjes efektive të institucioneve shtetërore, në këtë rast Qeverisë së Republikës së Kosovës, siç parashihet në aktgjykimin 72/20. Në këtë drejtim, si presidente, kam përgjegjësinë që të gjej kritere mbizotruese për formimin e qeverisë së re në mënyrë që të shmangen zgjedhjet. Pra, ky është qëllimi për të cilin vendosen kriteret. Shmangja e zgjedhjeve, sipas gjykatës. Unë si kam caktuar këto norma. Pra, duhet caktohen kritere nëpërmjet cilave duhet të tentohet së paku shmangja e zgjedhjeve. Në rastin konkret, kriteri mbizotrues është interesi i qytetarëve të Republikës së Kosovës. E para, dhe funksionalizimi i institucioneve të shtetit ton e dyta. E para, qytetarët kanë humbur mjaftueshëm nga moskrijimi i institucioneve. Dhe përtej paragjykimeve politike, si presidente e Republikës, kam konstatuar se verdiktin final, në qoftë se i mandatuari për kryeministër i ka votat e nevojshme për shumicë apo jo, e japin 120 deputetët e Republikës së Kosovës, të cilët sipas kushtetutës dhe të rikonfirmuar në një sër aktgjykimesh kanë vullnetin e lirë dhe jo detyrues të votojnë pra ashtu siç dojnë vetë, secili nga 120 deputetët. Mendoj që është interes i përgjithshëm i Republikës së Kosovës dhe i qytetarëve që të kemi institucione dhe të bëjmë çdo përpjekje të mundshme që ato krijohen në mënyrë që së paku të miratojnë vendime të rëndësishme në interes të qytetarëve. Dhe ndër qëllimet kryesore ka qenë që të kemi mundësi, siç ju kam thënë edhe në konferencën e kaluar, të miratojmë zgjatjet buxhetore, ose edhe buxhetin në tërësinë nëse do të kishte dakordim ndërmjet partive politike, sepse duhet një dakordim më i gjerë, siç e dini, por nëse s'ka dakordim për buxhetin në tërësi, atëherë ti kemi zgjatjet buxhetore, e cila mund të bëhet me vendim të kuvendit, dhe mbi të gjitha ta miratojmë planin e rritjes nga i cili Kosova përfiton mbi 800 milion euro. Është edhe marrëveshja me Bankën Botërore, nëse dëshironi të përmend akoma, rreth 100 milion euro. Po flasim për gati 1 miliard euro për Republikën e Kosovës, të cilat nuk guxojmë ti humbasim. Dhe si presidente kam vlerësuar që është në interes të Republikës së Kosovës që të provohet, ashtu siç më mandaton kushtetuta, të krijohet qeveria edhe një herë në mënyrë që këto vendime mos të presin edhe disa muaj të tjerë, duke rrezikuar punëtorin i cili mban familjen nga paga në institucione, duke rrezikuar spitalet që mos t'i kenë edhe barnat më esenciale për të shëruar të sëmurët në Republikën e Kosovës, duke mos rrezikuar edhe pagat e policëve, edhe të ushtrisë, edhe të çdo institucioni tjetër. Vetë funksionalizimi i shtetit do të rrezikohet në qoftë se shkojnë disa muaj, ne nuk kemi institucione, dhe në mungesë të institucioneve nuk mund të merret asnjë vendim. Pra, me qëllim që ta parandaloj këtë dëm për qytetarët e Kosovës, me qëllim që të jepet një hapësirë ku mund të merren këto vendime, dhe me qëllim që ta kryej detyrimin tim kushtetues, i cili sipas vetë tekstit të nenit 95.4 dhe po ashtu të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese thotë që presidentja mandaton kandidatin e dytë, se duhet të ketë 2 tentime për zgjedhje të qeverisë, dhe se duhet të kemi interpretimin pozitiv për krijimin e institucioneve, e jo atë negativ, dhe duke mos paragjykuar vullnetin e deputetëve individuali i cili shprehet në seancë dhe jo në zyrën time, në mungesë të një kandidati tjetër që do të më detyronte pastaj të zgjedh mes të dyve, dhe pastaj të shoh kush i ka gjasat më të mëdha. Dhe duke qenë e qartë në të gjitha aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, që në zyrën time nuk kërkohet garancë për krijimin e qeverisë, kërkohen gjasa. Gjasa. Kjo është gjuha që përdoret në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Sot ka marrë këtë vendim dhe mendoj që është veçanërisht e rëndësishme që në një periudhë kaq të ndjeshme për vendin tonë,
ku Kosova përballet me rreziqe të vazhdueshme nga tendenca destabilizuese të Serbisë, përfshi kërcënime ndaj sovranitetit ton dhe përpjekje për të cënuar paqen e qëndrueshmërinë institucionale, që ne të gjejmë rrugën përpara, që partitë politike shpresoj do ta gjejnë mundësinë që në ditët në vijim të kalohen edhe plani i rritjes, edhe së paku zgjatja buxhetore. E kam përmendur edhe buxhetin për ATK-n herën e kaluar, po e përmend kësaj radhe edhe vendimin apo marrëveshjen e Bankës Botërore mbi 100 milion shtesë, pra ka mundësi që të bëhen gjëra të mira për këtë vend e për qytetarët që të gjithë së bashku i përfaqësojmë. Shpresoj shumë që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës do ta kenë këtë parasysh, sepse të gjitha veprimet që po ndërmarr janë vetëm në funksion të mbrojtjes së stabilitetit kushtetues, të forcimit të institucioneve demokratike, të sigurimit të mirëqenies së qytetarëve tonë, të cilët duhet të jenë prioritet i gjithë secilit prej nesh. Në qoftë se keni pyetje, urdhroni. Çfarë garancish keni marrë nga lëvizja vendosje se përformimi që nisë në tentimin e dytë pas vështimit të 26 tetorit dhe apo tentohet skenari i njëjtë, pra vetëm që të shtyhet data e zgjedhjeve të ardhshme, pra është kriju një opinion i tillë për preferenca të ndryshme të datës së zgjedhjeve të këtij viti. E para, sikur të synonim diçka të tillë, unë kam pas hapësirën te mandatari i parë. Te mandatari i parë nuk kam pas ndonjë afat se kur më vjen emri, e dini shumë mirë, nuk ka afat, mund të shtyhet 2-3 javë, por unë kam bërë të kundërtën. Në konsultim me partinë e parë, kam kërkuar që menjëherë të nesërmën të më vi emri, në mënyrë që mos ta humbim as edhe një ditë tjetër. Pra aty ka qenë mundësia që mos të vim deri te kjo fare e të krijohet ndonjë perceptim i tillë. Pra me vetë faktin që aty nuk e kemi krijuar asnjë vonesë, edhe pse ka ekzistuar hapësira kushtetuese. Ka mujt me u vënu propozimi një javë, ka mujt unë me shty pastaj vendimin disa ditë. Pra me vetë faktin që nuk e kemi shfrytzuar një mundësi që na është leju, dëshmohet që nuk ka të bëj kjo me asnjë taktik vonese dhe nuk ka të bëj me ndonjë preferencë për datën nga ana ime. Unë e kryej detyrimin kushtetues sepse neni 95.4 thot presidentja mandaton. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thot duhet të ketë kandidat tjetër. Dhe nuk mund të nxirret dekret për refuzim të kandidatit kur e ke propozimin mi tavolinë. Pra nuk ka asnjë preferencë të vetme nga ana ime për datën. Preferenca ime është kjo, që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, të merren vesh rreth buxhetit ose potencialisht zgjatjes buxhetore. Këto preferenca i kam sepse këto janë në interes të Republikës së Kosovës. Dhe pastaj unë mendoj që marrëveshjet e tilla mund edhe të determinojnë deri diku proceset që vinë më pastaj. Mirë, po kjo i takon partive politike në kuvendin e Republikës së Kosovës. Sa i përket asaj që pyetet çfarë garancish. Siç e thash, askund në kushtetut dhe askund në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kërkohen garanci. Kërkohen gjasa. Dhe ka dallim shumë të madh mes garancës dhe gjasave. Garanca japet në kuvend, prandaj edhe kërkohen votat aty. Kurse gjasat ofrohen në zyrën time. Si kur të ishin 2 apo më shumë kandidat, atëherë detyrimi im është për të parë kush i ka nga ata gjasat më të mëdha. Lëvizja vetëvendosje dhe kandidati për kryeministër zoti Konjufca, me cilin sapo e përfundova takimin, kanë besim të plot që mund të arrijnë votat e nevojshme. Por kjo ju takon atyre. Ju takon atyre që t'i bëjnë votat. Mua më takon që të bindem që kanë gjasa. Dhe mua më kanë bindur që kanë gjasa. Ashtu siç kërkohet nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, dhe e kam zbatuar këtë detyrim
në përputhje, si që përmenda me neni 95.4 që tregon që duhet të ketë mandatar të dytë. Sikur mos të kishte fare propozim, atëherë do të ishim në një situatë komplet tjetër, sepse nesër do të hargjohej afati. Fetije Kamberi prej TV1, po thoni që duhet një marrëveshje mes partive politike, keni pas sot një takim me disa prej liderëve të partive të mëdha, e thatë edhe jo, a na tregoni se a ka indikacione që kanë ndrru qëndrimet, për shkak që i pam qëndrimet e njëjta nga secilët kryetar edhe komunikatat e partive politike të opozitës aktualisht që i kanë lëshu, po gjasat janë të njëjta të kanë qëndrimet edhe për mandatarin e dytë. A ka lëvizje të kjo gjatë takimit sot? A ka pasur, them ndonjë indikacion për ndrim të qëndrimeve saj përket planit të rritjes dhe tjerave temat që ju përmende për të mirën e Republikës? Sa i përket marrëveshjes mes partive politike, unë nuk e kisha fjalën marrëveshje për votim të qeverisë. Pra ato janë çështje me cilat merren vetëm partitë. I kisha fjalën për një marrëveshje mes partive politike të përfaqësuara në kuvend lidhur me planin e rritjes dhe zgjatjes buxhetore dhe 2-3 vendime të tjera që i përmenda. Pra këto si çështje të tjera. Tani, unë mendoj që akoma ka hapësirë që partitë politike të arrijnë një dakordim të tillë. Nuk po them që ata ma kanë thënë këtë gjë, mirë po nuk dua të dorëzohem nga përpjekjet, sepse është çështje tepër madhore që të dorëzohemi kaq herët. Pra, në qoftë se qytetarët tanë do të kenë paga, në qoftë se institucionet tona do të jenë funksionale, qoftë se do ta kemi një polici e një ushtri të lënë anash apo jo, këto janë çështje tepër madhore për të thënë unë sot s'ka shansa. Unë dua të jem optimiste dhe dua të besoj që të gjitha partitë politike do ta vendosin interesin e shtetit të parin, sepse shumë më rëndësi se sa nëse zgjedhjet të mbahen me datën X ose Y, është çka bëjmë në këtë hapësirë para zgjedhjeve. Çka bëjmë ne si institucione? Çka bën secili deputet i Republikës së Kosovës para se të dalë në qoftë se veç eventualisht ka, sepse ne për momentin duhet të presim tani kandidatin e ri që të bëjë tentativën e dytë dhe nuk kemi asnjë paragjykim, përveç që jemi të bindur që ka gjasa nga vlerësimet që na ka dhënë kandidati për kryeministër. Pra, shpresa ime është që ka hapësirë për diskutime mes partive politike dhe si presidente do të angazhohem deri në momentin e fundit që të arrijmë dakordim rreth këtyre çështjeve. Mendoj që ka hapësirë, megjithatë nuk po e marr këtë si konkluzion nga ajo që më kanë thënë të jem e qartë kryetarët e partive, por thjesht nga situata që e shoh edhe nga fakti që besoj e njoh shumë mirë skenën politike në Kosovë. Do ta marrim edhe pyetjen e fundit. Presidente Osmani, qëllimtar mrena gazetarëve televizionit të shtetit. Sa jeni e sigurt, Presidente Osmani, që nuk e keni shkelur kushtetutën, të marrë parasysh për deklarimit të liderit të AK-s, zotit Ramush Haradinaj, i cili ka deklaruar që shumica nevojshme dëshmohet vetëm në nënshkrimet të deponuara të deputetëve. Thatë atë pjesën tek seanca Kuvendit të Kosovës ku shprehet vullneti i lirit zgjedhjeve të popullit, pasi sipas në çdo situatë tjetër presidenti bën shkelje të rënd kushtetuese. Ndërsa në anën tjetër, zotriu Lumira Dëgjiu ka thënë që nëse puna me logjik presidenti Osmani do duhet thotë që nuk ka shumicë parlamentare dhe asnjë mbledhje e asnjë partie politike që nuk e ndryshon këtë fakt. Në një deklarim tuaj me 20 tetor të këtij viti keni thënë që krimi i qeverisë varet tek koalicioni mes partive politike, që nuk ndërhyjnë jo në atë aspekt. Pra, nuk e kanë dëshmuar që ka koalicione, nuk e kanë dëshmuar që kanë nënshkrimet e deponuara, pra edhe kjo logjika mes shumicës shqiptare të cilët kanë thënë që nuk kanë vullnet për krimin e qeverisë të re. Sa nëse mundesh më na tregu pak sa përket këtyre deklarimeve dhe një pjesë tjetër sa ka garancë, jo gjasa që ju hyni në një listë zgjedhore me vetëvendosjen para se të përfundoj mandati juaj presidencial. Pra, të jepni dorëheqje para se të mbarojë mandati juaj në mars. Faleminderit. Atëherë, mua më vjen keq që kanë deklaruar ashtu kryetarët e partive, ata më njohin mjaftueshëm për ta ditur që unë veproj vetëm 100% në përputhje të plot me kushtetutën
dhe e din shumë mirë që mua kushtetuta vërtet nuk më ka lënë rrugë tjetër. Sepse diskrecioni është kur ke disa opsione dhe duhesh me zgjedh cili ka gjasat ose cila më të mëdha. Kurse sa i përket mandatimit kur e ke vetëm një propozim, kushtetuta thot presidentja mandaton. Pik. Jo mund të diskuton, menohet pak, e shea ka s'ka, jo. E mandaton. Është shumë e thjeshtë e drejt për drejt gjua e kushtetutës, njësoj si që janë gjykimet e gjykatës, të cilat unë e citova, nuk bëra interpretim si që bëjnë të tjerët. E citova, paragrafin 93, e gjykimit KO 103, thyje për 14 dhe vlerësojën ju vetë. Gjykata rithekson se neni 95 paragrafi 4 i kushtetutës kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Pra këto rregulla nuk i kam shpikur unë, as gjykimet e gjykatës kushtetuese nuk i kam shkruar unë, atër në vitin 2014 e dini, ne disa kemi pasur qëndrimet ndryshme, por i kemi respektuar në tërësi dhe njësoj e bëj edhe sot. Pra jo vetëm që jam e bindur, por jam 100% e sigurt që kam vepruar në përputhje të plot me kushtetutën dhe për te i kësaj, koha do ta dëshmoj që jam duke vepruar vetëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve dhe të askujt tjetër. Këtë detyrim e kam unë. E jo të merrem me fontan dëshirash. E para. E dyta, sa i përket asaj se qeverit krijohen me marrëveshje mes partive. Natyrisht kjo është mundësia e parë. Por mos harroni, në historinë e kuvendit të Republikës së Kosovës keni për plot raste kur deputetët kanë votuar ndryshe nga deklarimet publike të partisë. Unë kam qenë një prej tyre, e dini shumë mirë, në vitin 2014, partia ime, më konkretisht, ish kryetari partisë ime, t'jem më e qartë, ishte propozuar për kryeministër dhe unë e kam votuar kundër. Atër ka pas jo vetëm një deklarat, po ka pas 10 deklarata që ky është qëndrimi i partisë, edhe në fund unë dhe më duket 5 deputet të tjerë atëherë të LDK-s patën votuar kundër. Deputetja Donika Kadaj në vitin 2021 ish deputetja, keni të drejt, po ka qenë shumë gjatë tash na ka mbet. Pat votuar kundër krijimit të qeverisë Hoti që ka qenë parti, ku ka qenë edhe partia e saj. Ju kujtohet Teuta Rugova, pat votu për një qeveri që nuk ka qenë pjesë e partisë sepse ne patëm mbet në opozit. Pastaj ka qenë AKR-ja që totalisht pa dalë në anën tjetër. I kemi 2 deputete, një nga PDK, një nga AAK, që më kanë votuar dhe i falenderoj shumë për presidente, duke mos lejuar që krijimi i institucioneve të mbetet pjesë të pengilisë të serbe. Pra keni 10 raste dhe këtu po i marr vetëm kur janë kriju qeverit, ose është votuar për president, shembuj. Pra mua më duhet ta respektoj atë që thot kushtetuta, dhe që është ripërsëritur në 10 gjykime të gjykatës kushtetuese. Po citoj, deputetët kanë vullnet të lirë dhe jo detyrues. Deputetët le të votojnë si të dojnë, unë asnjërit nuk i përzihem. Mirë po unë nuk mund të paragjykoj vullnetin e deputetit individual. E para. E dyta, si që thash më herët, te presidentja nuk kërkohet garancë, te presidentja kërkohen gjasa. Gjasat janë gjasa. Dhe unë jam e bindur që gjasa ka. Por a do të ketë 61 vota e më shumë, është çështje që i vendos seanca dhe vendosin deputetët e Kuvendit të Kosovës. Akoma jam shpresë plot që gjithë do të gjendet një rrugë përpara, që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, rreth pagave të qytetarëve tonë, sepse vendi ynë mund të mbetet në një situatë të rëndë e të pa precedent. Dhe unë jam e bindur duke pas parasysh praktikën që e patëm me zgjedhjet e nënshkurtit, që pavarësisht kur mbahen zgjedhjet gjatë muajit dhjetor, certifikimi mund të zgjas shumë. Pastaj
sepse po ka shumë ankesa, mes kandidatëve është fjala. Po ka shumë ankesa mes kandidatëve, certifikimi po zgjat. Pastaj gjykata kushtetuese akoma nuk e ka sqaruar çfarë pasoja ka në qoftë se kuvendi nuk konstituohet brenda 30 ditësh. Pra mundësitë që të shtyhet për tej 30 ditëve ekzistojnë teorikisht. Dhe për shkak të përvojës së keqe që e patëm gjatë kësaj viti, ne duhet të jemi të përgatitur edhe për vonesa të tilla. Dhe pastaj sërish vjen marsi e prilli dhe ne ballafaqohemi me situatën e zgjedhjes së institucionit të presidentit. Edhe aty, në qoftë se nuk bëhen 80 vota, hymë në një krizë të re, sepse as nuk dihet deri atëhera do të kemi kuvend të ri. Pra, më mirë të mendojmë për qytetarët, ta kemi një zgjatje buxhetore, mos t'i humbim 800 milion të Bashkimit Evropian, 100 milion të Bankës Botërore, plot projekte tilla, mos t'ja mundsojmë armiqve të Kosovës që të gëzohen nga mos sukseset e Kosovës. Unë jam e bindur që ka mundësi që të arrihet një dakordim në pako për një sër temash ndërmjet partive politike. Tani kandidati për kryeministër i ka 15 ditë, po kjo është maksimumi. Nuk është e domosdoshme që të gjitha të shfrytëzohen, por ajo i takon kandidatit për kryeministër. Gjatë këtyre 15 ditëve, ai duhet t'i bind deputetët. Pra, prandaj edhe ekziston periudha ku krijohet pastaj ajo garanca për të cilën po flasim. Edhe çka ke pyetja e fundit? Dorëheqje. A garantoj që do ta përfundoj mandatin, unë i garantoj qytetarët që do ta përfundoj mandatin. Më kanë zgjedhur për mandat 5 vjeçar, do të jem këtu deri ditën e fundit. Për i kandidim, tash ta kemi njëherë një kuvend, një qeveri, i vjen radha edhe çështjes së presidentit, presidentës në këtë rast. Po shpresoj që së pari të i kalojmë këto krizat që i kemi të momentit, dhe siç e përmenda, qëllimi im është mbrojtja e kushtetutës, mbrojtja e interesave të vendit, edhe në të njëjtën kohë shpresoj shumë që do të ketë mundësi që të arrihet një dakordim. Në qoftë se s'ka dakordim për buxhet shtetëror, atëherë së paku të ketë dakordim për zgjatje buxhetore, për planin e rritjes dhe shumë vendime të tjera, të cilat vërtet do t'i vlerësonin të gjithë qytetarët e Republikës, pavarësisht se për kënd votojnë ata pastaj mes partive. Të ndërmuar me kaq që përmbyllim këtë konferencë për media. Faleminderit shumë. Vetëm një pyetje jashtë temës. Sa dëshëm etike u dyshohet që nga puni qytetari i Republikës Kosovës. Kish zëvendës ministri serb Radmir Orlić thotë se ai ka 5 kilometra brenda Kosovës. Sot në një intervistë para për të sekonde, thotë se brenda territorit Kosovës është ka për 5 kilometra dhe vetura e tij është brenda territorit, por duhet një dron të shihet. Në aty shtrek por amerikan, por 2 orë sa bën nga Kosovi që deri në vi, nuk po në patrullim policisë Kosovës, çfarë informata keni ju? A keni informata shteti që 5 kilometra që pretendohet të largohet? Deri në këto momente, nga momenti kur ka ndodhur plagosja, siç janë informuar policia e Kosovës nga ana e dëshmitarëve dhe familjarëve, e deri në këto momente, si presidente jam angazhuar menjëherë që të marrim përkrajën e plotë të aleatëve tanë amerikan dhe aleatëve tanë evropian, dhe që të gjithë janë të angazhuar, sepse siç e dini KFOR-i amerikan ka dalë në terren së bashku me policinë e Kosovës. Meqense as policia dhe as KFOR-i nuk kanë qenë aty në momentin kur ka ndodhur incidenti, ato, domethënë, të vetmet informata që i kemi deri tani janë rezultatet e hetimeve që dalin nga deklaratat e dëshmitarëve dhe të familjarëve të personit të plagosur. Të gjitha masat janë duke u ndërmarrë nga institucionet e Kosovës për të rikonfirmuar edhe çfarë ka ndodhur saktësisht, pra gjendjen shëndetësore të qytetarit të Republikës së Kosovës, lokacionin e saktë ku gjendet për momentin, por nga informatat që i kemi nga dëshmitarët dhe nga familjarët është se ai është plagosur me qëllim që të vritet dhe pastaj është tërhequr duke u kidnapuar. Dhe ky është një sulm jo vetëm provokim, por është një sulm që rrezikon paqen edhe stabilitetin jo vetëm në zonën tonë kufitare,
por në të njëjtën kohë rrezikon paqen e stabilitetin në të gjithë rajonin tonë. Mirë po në mënyrë që mos ti ndërprej institucionet tona përderisa akoma janë duke hetuar saktësisht lokacionin, unë do ta lë që rezultatet e këtyre hetimeve që po bëhen edhe me mbështetjen e aleatëve tonë, përfundimisht të publikohen nga ana e Policisë së Kosovës, por natyrisht dyshimi është që këtu ka pasur shkelje edhe të sovranitetit, por po ashtu edhe sulm ndaj një qytetari të Republikës së Kosovës me qëllim që ai të vritet dhe pastaj edhe është kidnapuar. Por po e përsëris, besoj duhet shumë pak kohë Policisë së Kosovës që të vazhdojë hetimet së bashku me institucione tjera, përfshi inteligjencën dhe me aleatët tonë, të cilët po na përkrahin në këtë drejtim para se të dalë raporti i plot. Deri në këto momente mund të konfirmoj gjithçka që është lëshuar si komunikat nga ana e Policisë së Republikës. Faleminderit.